Në këtë fshat është gjetë edhe varri i mbretëreshës të Utë. E rujna me fanatizëm fëmenin, historinë e luftës, ku na kemi qenë këtu edhe kur është zhvillu betejë. Fshati Glamnik, ndryshe edhe njihet si fshati Vindenes. Fshat me histori të lashtë i lire, ku në këtë fshat është gjetë edhe varri i mbretëreshës të Utë. Këtë fshat kanë qenë edhe varrezat e betejës Nishit. Është një fshat i qetë, një fshat me pamje prallore të bukur, me njerëz shumë sjellshëm, shumë të kulturuar, me një thonje fshat fantastik. A është duke u bëshatis fshati, ose si që ndrën ditës sot, me sa i plotëson ato nevojat për jetesën? Fshati jonë ende është mirë, nuk ka bëshatisje të fshatit. Është fshat që nuk bëshatiset lehtë. Cila është arsyeja që nuk bëshatiset? Arsyeja është se jem fanatik dashnisë ndaj fshatit tonë. Çka ju lidh pikërisht juve personalisht me fshatin? Që e runi kështu me fanatizëm që po tregon? E rujna me fanatizëm fëmenin, historinë e luftës, ku na kemi qenë këtu edhe kur është zhvillu betejë e 24 dhjetorit. Na kemi qenë fshat, kemi pa dhe kemi dëgju çdo gjë. Kështu që ajo na mon, edhe ai kujtim na mon që na t'jetojmë të lumtur fshatin tonë të lirë. Periudha e luftës kishte prekur rënd edhe fshatin e tij. Gjithashtu, i ati ishte kthyer nga Gjermania për t'i shërbyer vendit në atë kohë, ndërsa këtë periudhë e rrëfen atë se çfarë mban mend si i ri që kishin ikur nga një fshat në tjetrin për të përfunduar në male. Atë ditë, luftimet ka nisë me nxes herët, dikun ka ora 7 ose 7:30. Kemi një krismat e para, jemi shumë qetë, pa panik. Edhe jemi vendosur në për vende ku kemi mendu që nuk jem të rrezikum prej plumbave. Kemi prit derisa plumbat edhe të shtënat kanë pushu. Atëherë kemi vendosur ta lëshojmë fshatin, dikon ka ora 11. Kemi vendosur ta lëshojmë fshatin edhe kemi dalë në një fshat tjetër, ku ka qenë më i mbrojtur. Edhe kem vazhdu tutje nga i fshat në një fshat tjetër, nga i fshat në male, ku kem kalu rrugë gjatë për me ardhë tek Liria dhe për më kthy prap në trojet tona shekullore. Edhe kur u kthyt, a ishin shtëpia të djegur, na kish pas shkatrime, qysh e gjatë fshatin, qysh e gjatë shtëpinë kur u kthyt? Gjithçka ka qenë e shkatruar. Gjithçka ka qenë e shkatruar, por kem fillu me një rindërtim aq sa kemi pas mundësi, edhe kem vazhdu jetën prap, ku sot jemi këtu ku jemi, me çdo infrastrukturë, me çdo kushte të jetesës në fshatin tonë, që i përmbush për një familje. Pa, jo, këta ma shumë du me lanë kujtim tonin familjes. Kjo pjesë do t'jetë kujtim jo një familjes. Ato e kemi bërsh, e kemi pas bërsh, dhe prap e kemi bërsh. Prap e kemi bërsh zonë gjithçka që ta rujmë këtë vend dhe ta mbrojmë këtë vend me aq sa na mundemi edhe aq sa na dim.